Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po thuajse po japim lam të mirë në muajt bekuar të Ramazanit. Turbat tonë kanë filluar të plagështohen. Energjitë nuk janë si më ditët e para. Është mëse normale që dikush mund të gjej një raport më të atrofizuar, më të tërhequr dhe të kurrur karshi atyre adhurimeve që mund të bëj krahas agjërimit të Ramazanit. Por i Madhi Zot dëshiron që ne të na ofrojë një mundësi që të përfitojmë nga bekimet e këtij muaji në mënyrë maksimale. Dhe pikërisht për këtë ka vendosur që në 10 ditën e fundit ta mbaj sekret një natë, adhurimin në të cilën është më i mirë se sa 1000 muaj. Pra sikur gjithë jeta jonë të kalojë në adhurim, shpërblimi që mund të përfitojmë nuk është në mënyrë absolute i barazvlefshëm me atë adhurim që mund të bëjmë në këto 10 ditë të fundit duke kërkuar natën e katërt. Përfito nga bekimet e saj, sepse në këtë natë zbret mëshira e Zotit, sepse në këtë natë zbresin melekët dhe krye meleku Gjibrili alayhi salatu selam dhe dëshmon adhurimet tona, bëhu pjesë e karvanit të gjatë të adhuruesve, të cilët shfrytëzojnë çdo moment për të përfituar nga kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.